Wallahi, kur kaloj shpët ka vorret, edhe i shef vorret atje, kujtoja që t'fjallë që përto thamë që tash apo. Që ta që janë vërreza. Unë nuk e di se që në konë atje, po që shna në ka thonë Allahu Gjellë dhe pejgamberi s.a.s. Që ta që janë vërreza, që në ra poshtë atje, i këna vërrosna, me dur tona, i këna mluja, këna polgjenazër, që ta njerëz. Krejt që ka kanë i këshin dhonë, veç me dalë një herë me thonë, estakfirullah, që Allah u mja ushtu edhe një estakfirullah në punën e mirë, edhe pak me teka. Ti e ki që të mundësia për. A i keti kështë dhonë një mujtë edhe një me shtu, veç edhe një me bua për. Ashtë na e kena këtë mundësi. Ndaj mas në nëqma kur që i punit mirë. Krejt që ka të mund është mirë me bo. Krejt kuj të mund është mirë me i bo, bani mirë. Madje ka thonë e Budheri, hadith e pejgamberit sa ja Rasulullah, e nëse nuk kam mundësi me bo mirë, nësë një jepi kërkujt, asë një ndihmoj kërkujt, asë nuk mune me gjithë kranë kërkujt, nuk muj. A kam mundësi me bo një punë mirë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk i mundësi asë në pyktine me bo, atër çka mund është me bo? Atër s'paku sharmaz bo, edhe kjo është punë e mirë. S'paku, nëse s'mush, harë mi bo dikujt, s'paku kërkujt sharmaz i bo. Nëse s'mush dikujt me honë një fjallë të mirë, s'paku fjallë të keqe mos i thuj. Nëse nuk mund është dikujt me një mu, s'paku mos e rënda ati në problemin. Qikat s'paku më në me bo, dit për dit, pej kur qëtë sabaj, deri, kur të bësh me flajt, apo më në me konë gjithë mon, a i që mledh, edhe nuk në nëqman. Krejt që ka gjunë të mirë, a keni pata, margaritarët e diamant nuk janë ka i kilë, apo, atë e ndvegjel, po kanë vlerë të madhë dhe ka Allah Gjellë Gjellë. Dhe një punë e mirë që ti e mledh, më në konë shumë e parë, shumë e shtetë e ka Allah Gjellë, dhe mos e nëqmas një punë mirë.